nëse mundem, sikurse çdo vit jemi pranë familjeve të studimës, të cilët përkujtojnë më të dashurit e tyre në këtë ditë kur makineria gjenocidale serbe vrau civil të paarmatosur nga foshnjët deri tek më të moshuarit, duke treguar që nuk kishte asnjë pikë mëshirë dhe duke dëshmuar edhe njëherë se qëllimi vetëm i Serbisë në raport me Kosovën ishte shfarosja e popullit shqiptar. Edhe sot e kësaj dite nuk ka drejtësi për gjithë ata që u masakruan në mënyrën më të vrazhtë të mundshme nga ana e Serbisë. Edhe sot familjet që po i shohim këtu vazhdojnë të punojnë, vazhdojnë të insistojnë, vazhdojnë të luftojnë që të ketë drejtësi për vrasjen e më të dashurve të tyre. Serbia ka kryer krime të llahtarshme kundër Kosovës, nga krimet kundër njerëzimit te krimet e luftës e deri te gjenocidi kundër popullit tonë. Prandaj kur nuk do t'i harrojmë këto krime, natyrisht që kur nuk do t'i falim dhe në të njëjtën kohë kur nuk do të heqim dorë nga përpjekjet tona të përbashkëta për drejtësi. Sikurse çdo vit tjetër jemi këtu me bashkëpunëtor për të ndarë dhimbjen me familjet që kanë humbur më të dashurit e tyre dhe për të dëshmuar se kujtimi i tyre do të rrojë atë sa do të rrojë edhe vetë Republika jonë sovrane e pavarur pra për jetë. Ju faleminderit shumë. Nikogo ne može. Ja zero shumë, i përjat shumë. Ti vendosim lule. Familja mirë, lavdit që të dëshmorve ma gjithë që të kujtojmë sot. Që mu arrem si për kalon, si e vëshëndet, po vjen mirë që më shirë në prapë, përse këtë të të Pa më vëllë sot një vëmë bakë. Ashtë bego që që ka pasë edhe shumë kujtimi, edhe për djallin e një për krejtë artet të kujtojmë. Kujtojmë sot masakër të tërshme, të tërshme për drejtësi. Inshallah Zotë të më këtë familje, si gjithmonë jemi, si çdo vit jemi bashkë. Lavdi e kryat shumë. Lavdi për gjithë marrëdhëniet e dëshmorë, lavdi e kryat shumë. Ne përshëndesim familjen e presidentit dhe sërbëqesit. Lavdi e kryat shumë për gjithë marrëdhëniet e dëshmorë. Lavdi.